ka një rritje të frekuentimit të bibliotekës, ka një rritje të antarësimit të lexuesve. Duhet ta vënë në duke që numri i antarësimit të bibliotekës kombëtare në fund të 2005-s arriti shifrën 15.000 antar, një shifër mjaft e kënaqshme, një shifër e konsiderueshme kjo për antarësimin, dhe vetëm për 2006 janë riantarësuar rreth 2600 antar të tjerë, do të thënë me shumë shpejtësi një riantarësim i ri. Rritet numri frekuentimit, rriten grupmoshat e frekuentuesve dhe të përdoruesve të bibliotekës kombëtare dhe me sa shohim, me sa shprehen lexuesit, personelit ton janë mjaft të kënaqur nga shërbimi që është dhënë përmes terminaleve. Është mjaft komod dhe mjaft i thjeshtë. Por le të dëgjojmë tani një tjetër punonjës mbi vlerat e rralla që ruan kjo bibliotekë relativisht e re. Në radhë parë duhet të theksojmë faktin që biblioteka kombëtare, krahasimisht me biblioteka tjera si motra kombëtare që ndodhen në botë, është e re. 85-86 vjet janë shumë pak për një bibliotekë kombëtare. Megjithatë, ajo ruan në fondet e saj veç vlerave të përgjithshme edhe vlera të rralla, bile shumë të rralla. Në bibliotekën kombëtare ndodhen 7 inkunabula, që janë botimet e para fare mas krijimit shtypshkronjës Gutenbergut. Ruan mbi 700 dorëshkrime, shumica janë orientale, janë me shumë vlera për historinë dhe për kulturën shqiptare dhe mëtej. Ruan një fond shumë të pasur albano-balkanologjik, i cili fillon që nga fondi antikuar, do të thonë më i vjetri dhe shkon deri tek viti 1800, por njëkohësisht është edhe biblioteka, mund të themi, më e pasur në botë për fondin albano-balkanologjik në tërësi. Shekulli 19 dhe fillimi i shekullit të 20 njohon një interes të madh të shumë studiuesve gjermanisht folës, mes të cilëve Gustav Mayeri dhe Norbert Jokli, të parët që hodhën bazat e shkencës së albanologjisë. Por sot qendra e kësaj shkence që për disa kohësh është vendosur në Tiranë, dhe roli i bibliotekës tonë kombëtare në ndihmë të studiuesve të fushës është i madh. Ne kemi edhe serinë e botimeve bibliografike tematike me titullin Albanika, ku jepet informacion që nga gjendja e fondeve të rralla nga më të lashtat që kemi deri tek vitet 1800, përfshin Albanika 1, është Albanika 2, e cila përfshin të gjithë informacionin albano-balkanologjik për vitet 50 vitet e para të shekullit 19, është në përgatitje Albanika 3 që përfshin 50 vjeçarin e fundit të shekullit 19 dhe punohet krahasimisht edhe për vlerat e vjetra retrospektive, por njëkohësisht edhe për të gjitha vlerat e reja me tematikë albanologjike që hyn sot në bibliotekën tonë. Ajo që të bën përshtypje në këtë institucion është se me gjithë infrastrukturën akoma jo perfekte, puna vazhdon normalisht dhe ndoshta mund ta themi se është i vetmi institucion shtetëror në Shqipëri ku kthetrat e korrupsionit nuk kanë mundur dot të ngulen. Këtu, lexuesit vazhdojnë të marrin shërbime pa ushtyrë ose pa paguar në dorë. Biblioteka kombëtare shërbimin e vet e ofron përmes pikës huazimit, ku huazohen materialet me vete për lexuesin. Shërbimi tradicional e ofron përmes sallave të saj, janë 2 sallat e periodikut korrent, shqip dhe të huaj, e ofron përmes sallës shkencore numër 2, quhet në ambientin e bibliotekës kombëtare, ku shërbehen fondet me vlerë të bibliotekës kombëtare, fondi arkiv, albano-balkanologji, dorëshkrime, disertacione, harta, atlase e tjerë. Përveç kësaj, ajo që është për të vënë në dukje është se fondet e periodikut dhe sallat që janë në bibliotekën kombëtare, American Corner, salla e fondeve gjermane që është hapur tani, salla Paolo Peta, dhurat e familjes Peta, kanë vënë në dispozicion të lexuesit shërbimin me fonde të hapura. Do me thënë, materialet referative, fjalore, enciklopedi, periodike e tjera janë tashmë me fonde të hapura për lexuesin. Siç dihet, një bibliotekë kombëtare ka 2 funksione. Ka funksionin e parë të shërbimit ndaj lexuesit apo përdoruesit, siç përdoret në terminologjinë bibliotekonomike, por ka edhe funksionin e dytë që me informacionin e asaj që disponon të dalë jashtë mureve të bibliotekës. Për këtë, në bibliotekën kombëtare, prej fundit të viteve 50 të shekullit të kaluar, funksionon departamenti i bibliografisë kombëtare. Shpresupozon ky departament për fondet tona është i organizuar në mënyrë të tillë që të jap informacion të shkruar,
sot edhe nëpërmjet bazës dhënave kompjuterike, por edhe nëpërmjet botimeve manuale, informacion për të gjithë librat që botohen në Republikën e Shqipërisë dhe sigurohen në bibliotekën kombëtare përmes ligjit të ekzemplarit të detyruar. Kjo bibliografi është me parametrat ndërkombëtar të përshkrimit bibliografik dhe me parametra tjera që e bëjnë të përdorshme këtë bibliografi jo vetëm brenda vendit ton, por edhe nga bibliotekat kombëtare të gjithë botës dhe nga specialistët kudo që mund të jenë. Në bisedë me drejtuesit e bibliotekës kombëtare, mëson se me gjithë sukseset e deritanishme, mbetet akoma shumë punë për të bërë, sidomos në fushën e klasifikimit të librave, që në gjuhën shkencore ka marrë emrin bibliografi. Një bibliografi tjetër me shumë vlera, që ne po e përgatisim, dhe jo më kot thash që biblioteka kombëtare është e re si mosh, si kohë, kështu që ka mbet mjaft punë retrospektive për të bërë, është bibliografia retrospektive e librit shqip, e cila fillon që me Mesharin e Gjon Buzukut, që është libri i parë shqip i vitit 1555, edhe do të vazhdoj deri të afrohet, të ngjitet bile, me fillimin e bibliografive kombëtare që daton vitin 1959. Domethënë e gjitha ajo periudhë po përgatitet, bile jemi në fazën përfundimtare dhe shpejt do t'i japim në dorë edhe përdoruesve bibliografinë kombëtare të retrospektive të librit shqip. Një pjesë e dytë e bibliografive është zbërthimi i artikujve të periodikut shqip. Edhe kjo është organizuar dhe është ndarë në bibliografi mujore, ku që nga viti 1960 lexuesit i jepet bibliografia e artikujve të periodikut. Krahas kësaj punohet edhe për periodikun retrospektiv. Është një re për të theksuar që është bërë automatizimi i bibliotekës kombëtare dhe ajo tashmë e ofron shërbimin ndaj lexuesve të saj në mënyrën më të shpejtë, më komode dhe kjo është e ndjeshme. Në rritje ndihet, domethënë ky shërbim kaq i shpejt, kaq komod, jep rritjen e frekuentimit të bibliotekës nga lexues të ndryshëm, sidomos të moshave më të reja. Kemi ofruar moshat e studentëve të nxënësve më pranë institucionit tonë. Edhe moshat e vjetra janë zhurnuar me këto praktika të reja, por gjithsesi ata parapëlqejnë me metodën e vjetër tradicionale, që gjithsesi dhe ato janë të dubluar katalogët elektronik që shfrytëzohen nga lexuesi online përmes terminaleve, që janë në të gjitha pikat e shërbimit në bibliotekën kombëtare dhe skedarët e vjetër të ndarë sistematik dhe alfabetik. 88 vjet më parë dhe pikërisht më 10 vjetor të vitit 1920, qeveria shqiptare e dal nga Kongresi i Lushnjës me një nga vendimet e para të saj, krijoi institucionin e parë kulturor të Shqipërisë Demokratike, Bibliotekën Kombëtare. Si bërthame saj shërbeu fondi i Bibliotekës së Komisisë së Letrave Shqipe, një organizëm i përbashkët shqiptaro-austriak, krijuar në qytetin e Shkodrës në vitin 1917 gjatë luftës së parë botërore. Që atëherë ky institucion ka njohur vetëm rritje sasiore dhe tani së fundi edhe një ndryshim cilësor, modernizim dhe hapje për publikun e gjerë, përgëzim e punonjësve të saj të sjellshëm dhe të përkushtuar.